Deputetët kanë dështuar sërish të konstituojnë Kuvendin e Kosovës edhe në seancën e 38, pasi nuk kanë arritur të pajtohen rreth formimit të një komisioni për votim të fshehtë të kandidates për krye parlamentare, Alulina Axhiu. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka përshkruar situatën në Kosovë si tepër të rëndë dhe ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje se vetëm synon të përkeqësojë edhe më tepër situatën. Përfaqësuesit e partive politike u mblodhen më 28 qershor dhe diskutuan mbi 2 orë edhe në fund fajsuan njëri tjetrin për situatën aktuale, njofton Radio Europa e Lirë. Palët u takuan pasi gjykata kushtetuese e Kosovës shpalli një akt vendim të njëjtën që i detyron deputetët të finalizojnë procesin e konstituimit deri më 26 korrik. Kuvendi vazhdon të mos jetë plotësisht i konstituuar pasi partitë politike nuk kanë rënë ende dakord për emrin e propozuar nga lëvizja vetëvendosje për postin e kryeparlamentarit, si dhe për ndryshimin e mënyrës së votimit nga të hapur në të fshehtë. Deputetët duhet të zgjedhin kryetarin dhe 5 nënkryetarët për të konstituuar përfundimisht kuvendin e ri. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveria e re.